Profesorisht që të dhurat për marë, unë që di a ke dhurat e që ashtë të mërë, ama e pasëm bisedën paka shumë në një kronologi edhe të aktiviteteve dhe primtarive t'juja në kuadrë të sportit. Është një temë shumë serioze që po trajtohet, që ka bo buj që lidhet me lojrat mesdhetare, që do mbahen së shpejti, ose po shpresojmë që do mbahen së shpejti. Dhe ka një eufori ka pas në atë kohë, një entuziazm që s'bën me mohu, po në ndërkohë ka nisë me arë një shqetësim që mundet me pas edhe ndikim kjo kriza politike të lojrat mesdhetare. Veç me ju pyet nëse keni mujt me përcjell, edhe po shpresojmë që nuk ndodha ajo situatë e rrezikut, ama çfarë hije zez kish me ra kështu mbi Kosovën nëse si vend dhe si shtet serioz nëse ato nuk realizohen, larg qoftë, po them prapë. Fatkeqësisht duhet me qujtë ashtu, sepse kur është ardhur të projekt propozimin në Kosovë, në Kuvend, atëherë na e kemi paraqitur projektin në Kuvend, mirë po derisa është bërë për me votu projektin për lojrat mesdhetare, nuk është bërë mundësia për me bo me gjetje zgjedhje për shkak krizës politike. Gjë që është një hendek i madh që i paralizon, domethënë që lojrat mesdhetare një herë jetë vinë në Kosovë, edhe ti mos më qenë shteti i gatshëm për me pranu këtë lloj projekti që është një projekt bëgi i madh për sportin, po edhe për shtetin e Kosovës. Ose e përmendëm më herët, domethënë kur sportistët tanë bëjnë buj edhe marrin trofeje, tituje, medalje në Abin Kosovë, neve gjithë krenohemi me ato arritje. E tash nështë që kjo është mundësia kur na duhet mi tregu botës, ose edhe vetë Evropës, mrana kontinentit, që kemi kapacitete për me kriju infrastrukturën edhe me kriju kushtet për mbajtjen e lojrave mesdhetare. Ama po shpresoj që nuk ndodha ajo situatë. Nuk e di profesor nëse kjo ka qenë një shtys që me bo që ju me u përfshi në politikë edhe me pa që Kosova në fakt mundet mi realizu potencialet e veta sa i përket sportit në përgjithësi. Realisht po tregoj drejt që ti veç edhe më herët i ceke që kena sportistët e dalluar dhe që kanë fitu medalje olimpike Tunispi, Nora Disriat dhe Marina Kelmendit. Për ndryshe na si shtet nuk muna më zhvillu nëpërmjet politikës për ashtu. Sporti është shtyta kryesore e rinisë e së ardhmës së shtetit. Dash Zoti që strukturat politike të mblidhen, të bashkohen, ta formojnë qeverisjen, të mblidhen në Kuvend, ta votojnë projekt ligjin dhe të fillojmë ta nisëm një sprint se maraton spequj, sprinti me hapat shpejt, edhe të punojmë për thama të thënjen si kinez, të shpërndamina për palestrat, të këqyrëm ku ka munges materialit, munges infrastrukturës, që lojrat mesdhetare të fillojnë dhe të kemi një sukses të madh shtetëror. Vërtet profesorisht duket këgja shqetësuese, në fakt këto që po e përmendni ju në kuptimin e infrastrukturës që ekziston ose që duhet me u ndërtu, na po e shohim që një ndërmarrje më të vogël me marrë edhe mbrana shtetit për me kriju një infrastrukturë çfarë do qoftë, po kemi vonesa, e lemo kur kemi me mbri afate që duhet me respektu. Ose viti 2030 na veç duhet me fillu. Para se me fillu, na duhet me kënë gatshëm për me nisë me startu me gara. Me siguri profesorisht se po të ndërprej ka një inspektim që bëhet për komiteteve të lojrave që vinë dhe shohin. Janë sakune palestrat terrenet ku ka nevojë me investu, po dash Zoti që sa ma shpejt ta zgjidhëm politikën, të mblidhemi në Kuvend, edhe tani që mos të vështirësohemi gjatë rrugës, që me zhvillu pak ma shumë punën për teren, apo ku është nevoja. Na e dim që ofër 24 sporte, nëse nuk garojnë, brenda 24 sporte janë disciplinat aty, që vlen të përmendëm, për shembull kemi atletik, kemi edhe sportet kolektive, që i kanë ato disciplinat e veta ku garojnë. Unë po shpresoj që nuk mbrinte ajo situatë që ogurzeze kështu edhe kemi me te kalu edhe këto, po e thatë edhe ju. Na e dim që palestrat janë investime ka, po nuk janë të materialit mirë ku
i përshtatet një sportit, kena mungesë pak. Me siguri duhet me plotësuar shumë standarde për me Sigurisht, për shkak të dimrit kemi shumë ftoftë.